djalit 2 fishin, ndërsa 2 hise, ndërsa vajzës 1. Pse? Është duket sikur padrejtësi, profesor, janë të 2 fëmijët. Bukur. Atër pikrisht këtu kemi edhe akuza dhe nga jo dashamir të islamit, të cilët Po i shtypni vajzat. Po i shtypni vajzat, gratë në islam nuk ka të drejta. Islami nuk bën dallim në mes të feminitetit dhe burrisë në këtë rast. Mirë po sikur që përmendëm edhe pak më parë në bazë të nevojës. Prandaj Islami ka përcaktuar 2 hise për djalin dhe 1 për vajzën. Ky është i vetmi rast dhe jo në përgjithësi. Kemi situata kur gruaja femra mund të marrë më shumë se sa mashkulli, varësisht nga situatat. Ka dhe raste të tilla. Sigurisht. Okej. Ky është djali 2 hise dhe vajzës 1 është vetëm 1 rast prej 24 rasteve të mundshme. Prandaj për shkak të përgjegjësive, obligimeve që ka, sipas mësimeve islame, për një vajzë të pamartuar, babaja ka për detyrë të përkujdeset për të edhe në aspektin material, edhe të furnizimit dhe çdo gjë tjetër derisa të martohet. Në momentin që martohet, ky obligim shkon tek bashkëshorti i saj, pavarësisht se sa e pasur mund të jetë ajo. Prandaj gjykata e obligon bashkëshortin që të përkujdeset për gruan e tij, sa do e pasur të jetë ajo. Për dallim prej djalit në këtë situatë, ai po e zëm, ka lënë 3.000 euro, 2.000 takojnë djalit dhe 1.000 vajzës. Djali me këto 2.000 duhet, në momentin kur planifikon të martohet, një pjesë nga ajo që të jap një pjesë edhe bashkëshortës, dhurat martesore, të përgatis kushtet dhe rrethanat për një martesë. Prandaj po të shikojmë me logjikën e numrave, del që femra vajza në këtë situatë është privilegjuar. Pastaj, edhe një shembull konkret mund të përmendim, po e zëm baba, ka fundi jetës tij dhe është i shtyrë në moshë. Ka një djalë dhe një vajzë, të 2 të martuar. Djalit i ka dhënë 2 hise, vajzës 1. Ka nevojë për përkujdesje. Ku do të shkojë babai? Tek vajza e martuar, tek dhëndri? Ku do të ndihej më krenar, më fisnik? Tek djali apo tek vajza? Sigurisht tek djali. Prandaj këto dhe arsye tjera bëjnë që Islami i ka dhënë djalit 2 hise dhe vajzës 1. Mirë po jo në gjitha situatat e tjera. Nuk është në pyetje gjinia këtu. Mirë po, Islami është një sistem i drejtë, barazon ndërmjet mashkullit dhe femrës aty ku barazia është pranueshme, është e logjikshme, dhe bën dallim aty ku dallimi është i logjikshëm dhe i pranuar.